Sigurisht do duhet që ne, si ligjvënës, apo ato deputetë cilët kanë kurajën që duhet ta vëjmë gishtin në plak me problemet të cilët ka bujqësia shqiptare dhe blegëria shqiptare dhe përgjatë tyre 4 viteve. Unë nuk e kam absolutisht për turp që të falenderoj zotin Braçe si një zë i vetëm i majorancës përgjatë tyre 4 viteve, i cili ka qenë krah të fermerëve shqiptarë. Fatkeqësisht edhe nga opozita, vetëm tek tuk zëra nga ana jonë, kanë qenë ato të cilët do duhej që të mbështesin dhe të kishin qëndrime të forta për gjendjen ku ndodhet bujqësia shqiptare sot dhe blegëria shqiptare, apo shtresa për mua më e vujtur, më persekutuar e shoqërisë shqiptare që janë buqit dhe blegtorët shqiptar për shkak të punës jashtëzakonisht vështirë, për shkak të problematikave që ndeshin çdo ditë në arët e tyre, në stallet e tyre dhe kudo. Dhe kjo është për të ardhur keq. Dhe kjo është faj pa diskutim i majorancës, por edhe i opozitës e cili ka qenë indiferente në mosmbrojtjet dhe ngritje probleme të bujqësisë shqiptare. Tani, me të roqi vëmendja dhe me të drejtë shqetësimi që ngriti zoti Braçe për sa i përket mbrojtjes së bindeve dhe tokave, sidomos në zonën e Matash Kuminit që fillon nga Çerma, Divjaka, Hoxhara, gjithë Myzeqeja. Pa diskutim. Dhe është për të ardhur keq që ajo që ngriti zoti Braçe që tha për fotovoltaikët. Është e drejtë, është e vërtetë që ka makinacione, ka lobime, dhe nuk ndaj absolutisht edhe njerëz pra majorancës dhe njerëz pra në opozitës me interesa të përbashka, të cilët fatkeqësisht opozita, kur vjen momenti për përmendur të shqytur oligarkët afër majorancës, i përmendoj emër tek tuk, ndërsa ato të cilët janë afër opozitës, apo njerëzve të opozitës, shumë të afërt, të cilët janë përfitues të fonde publike, apo gjërat e tjera, sigurisht nuk i përmend emra. Ky është morali politik i opozitës? Nuk e ka pra këtë moral politik. Mos dali të flasin për emra të një X apo oligark apo emra që e quajnë, o ka oligark të gjithë nga i parë deri i fundit, i cili janë shërbim të qeverisë dhe janë përfitues të nga majoranca, po jo t'i ndajnë të majorancës dhe të tyre. Dhe të tyret janë më pak se të majorancës dhe janë më të përsekutuar se ato të majorancës dhe i përmendin ato të cilët janë të majorancës. Të nderuar koleg, bujqësia është në ditë jashtëzakonisht të errët. Është një proces i cili po vjen ditë pas dite, vit pas viti drejt degradimit. Dhe nuk e them unë, nuk e themi ne si deputet, po e thot institucionet shtetërore, Instati zonjë ministre, zotë ministre, dëgjoj mirë zonjë ministre, shifrat, sepse shifrat janë eksakte, si shkenca eksakte, nuk është si politika që është bla bla bla, me shpifrëm, me mashtruar, apo më dizinformuar. Si jep shpjegimin ti zonjë ministre me që po flet mbas meje këtu, shpjegimet për rënien e numrit të gjetheve nga periudha 2017 deri në 2022 mbi 200.000 krerë. Pra 40% gati. Numrin e timtave që është ulur 800.000 krerë. Të pulave, të shpendeve 1.5 milion krerë. Edhe shumë gjëra tjera. Si mund t'i japësh dot shpjegime ju zonjë ministre, që për vitin 2021 deri në vitin 2023 kemi rënien e prodhimit të qumshit drejtorat. Nga 1.013.000 ton që ka qenë 2021, ka zbritur në vitin 2022 970.000 ton dhe në 2023 900.000 ton edhe 2024 akoma më shumë. Si mund të jepi shpjegime që vezët në miliona kokra nga 890 milion kokra vezë të prodhuar në Shqipëri në 2021, në 776 milion në 2022 dhe përsërin është rritur ka një rritje në 2023 dhe përsërin në 2024 pra rënje. Si mund të jemi shpjegime që mishi peshë gjallë, prodhimi 128.000 ton në 2021, 120.000 ton në 2022 dhe 135.000 ton në 2023. Vazhdojmë më tej, zonja ministre. Atëherë me që kemë
se po të fillojnë nga 2020, 2021, 2022 të gjithë për lopët, për delet, për dhit, për derat, për dosat, për njësundrakët, për kuajt, për shpendër, për pulet e gjithçka. Janë shifra të cilët tregojnë rënje drastike vit pas viti të prodhimit bлекtoral në Republikën e Shqipërisë. Dhe urdhëroni zonja ministre me që keni merakun për sa përket të numrit të krerëve të lopëve. Ka qenë në vitin 2018 348 2683. Ka zbritur në 2019 360.426. Ka zbritur në 2020 289.484. Ka zbritur në 2021 277.802. Ka zbritur në 2022 206.955. Ka zbritur në 2023 232.414 dhe në 2024 224.302 krerë në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Janë shifra këto pozitive, janë shifra të cilët bujqësia dhe blegtoria është në rrugën e dur, apo jemi në rrugën drejt një gremine ndoshta të pakthyeshme për sa përket sidomos blegtorisë e cila do vite ta marri vetën, sepse nuk është si puna, po themi, e bujqësisë, të cilët mund të kemi një rezultat të menjëhershëm sipas fermerëve të cilët në momente saktuara nuk flasin për frutorët, për pemë frutorët, por për mbjellet të grurit, të helbit apo të produkteve të tjera bujqësore në për tokat e fermerëve. Sigurisht, absolutisht, unë nuk jam nga ato i cili mund të them gjithçka është zi. Por mos harroni zonjë ministre, që nuk keni qenë ju në krye të detyrave të Ministrisë së Bujqësisë, por ish parasja juaj, i cili me të drejtë zoti Braçe dhe kolegët e opozitës tek tuk, të cilët e kemi ngritur, ju kujtohet zonja Krifsa, e cila ka qenë drejtoresha e famshme e AZBR-s. Dhe ne jemi sot e kësaj ditë ju rrekeni dhe të gjithë rrekemi të themi që fondet e Bashkimit Evropian që kanë ardhur për bujqësinë janë fondet të pezulluara dhe po vazhdojnë një pezullim i tyre dhe të cilët është domosdoshmërisht për injeksionin në bujqësi të këtyre fondeve të jashtëzakonishme. Keni dhënë fonde nga buxheti i shtetit, pa diskutim. Por nuk mjaftojnë absolutisht, sepse konkurencat të cilët kemi vende rajonit, që ne nuk konkurrojmë dot Kosovë, nuk konkurrojmë dot Maqedoninë, nuk konkurrojmë dot absolutisht s'do të fjalë për Serbinë. Në një kohë që, po ju them unë, nga eksperienca ime personale ditën e djeshme, që po interesohesha për të bler, misë për të bler Elbin, se misë nuk e dalë akoma, po themi i riu, po Elbin, a e dini që vetë afrohen nga Serbia tregtarët shqiptar, të cilët kërkojnë, se thonë, Elbi i Serbisë është më mirë dhe është çmim akoma më të lirë, sepse në Shqipëri nuk ekziston dot mundësia për të patur prodhimtari të Elbit që të vihet në funksion të blegtorëve për blegtorinë e tyre. Këto pra janë problemet dhe unë pranoj po e ngrej shqetësim dhe sigurisht ju që do jeni në parlament në këtë vitet e tjera. Mund të jesh përsëri ministri i bujqësisë, unë do të kërkoj shumësisht që nga muaji shtator e në vazhdim në parlamentin e ri do duhet të keni në buxhetin për 2026 politika shumë të forta, radikale në mbështetje të blegtorisë dhe bujqësisë, sepse janë, po them përsëri, sektori më i përsekutuar, shtresë më marginalizuara, që cilët fshatarët, po ju them që kur ngrehen në ora 5 mëngjesit sot dhe në ditët e nxehta dhe mbyllin në ora 9 të darkës apo 10 të darkës dhe përsëri pastaj në fund nuk i dalin llogarit zonja ministre. Pra ja po ju them zonja ministre, ju e dini, po të dalë sepse jeni zonjë shtëpie dhe pa diskutim që bëni dhe ju pazaret, keni familjen tuaj. Pse gjene? Është pa imagjinueshme që kur dalin fiq më zonja ministre. 20.000 lekë kilogrami fiqve dolen përpara 3 javë, mos gaboj. 15.000 zbriti, atje sa keni sot në Tiranë përpara 3 ditësh, 8.000 lekë kilogrami i fiqve. I kumllave që shive që janë si kumlla janë me 5.000 lekë kilogrami. Këto pra janë problemet të cilët to janë të gjithë shkarkohet të konsumatorët shqiptar. Këto janë problemet të cilët do duhet të gjenet mekanizmi që patjetër të lehtësohen, sepse fundit shtresat e fundit të cilët nuk i kanë ato, duke filluar nga pensionistët, ato stresat nevojë apo ato që janë me ndihmë ekonomike, mbarova zonë kryetare, që janë në ndihmë ekonomike e kanë të pamundur, jo që të hanë fiq, e të hanë mish apo të hanë gjëra të tjera, por po diskutohet me buka e gojës. Këto janë problemet të cilët ne do diskutojmë dhe të cilët do duhet që të kemi thash politikë shumë të ashpër në qasje pozitive për të gjithë këto shtresa. Ju falenderit.